qaja tash, më ka bon, bile një heri ku po 7-8 vetë, 5 sofra në udhë, minë zi gjinazog, edhe në tavolinën para udhës, atje kam edhe bibliotekë fetarë dhe komtarë aty. 7-8 vetë, ma shumë që më ka bon bukë që e gru. Edhe rejën e mon dhe e kam këto, edhe aja i një bon grus. 7-8 veta kanë hongër drekë ose darkë? Darkë kemi hongër, po. A por dreka, darka kështu, 2 sofra, 3, që ta është të markuar një këbos 3 sofra, për shembull. Da kanë hongër jashtë, i sunë rinunq, a 2 sofra mrena i këbosën. Dhe më thonë, hala pas ka gra që ngujnë? Valla, ma jo nuk po shë se kam jarona, kam me që sen po mos ka. Ralla, Jo, valla, Belim Petror një ditë, tu këtheja pishtim pishë një 2 vetëm po ma hitna. Tham njën të ej, me rektan hini mrena, mos rini si grase këshia. Ta e valla, malish, as gruja sreja s'po do mos ta fek. Ti tjetë tash me dhe të shka, ta edhe të mis po dujnë. Tash hajde e një kërë, se ishta oti ka 10 ditës. Hajde thash e një kërë, ju qojmë një tem, ju a buk, edhe qaj, edhe kafe, edhe që kini hup të otra dita, mas më ka një drun kam ja dhomë. Ata dhe një alla të ti pu, të na mo heci. Edhe kjo traditu kush i ka fajet tash që s'po kthejnë buk mona për odana, për shpia? E kanë fajet burat, agrata, kush kanë me fajsu? Odat? Kush i ka fajet që s'po kthejnë buk? Se u të ka plët, odat pimlem... I ka fajet, se i thash një Shqipnis, me Shqipnis jam shumë ma takart, se me shqiptarët Kosovës, Macedonisë, edhe për shtejtës, me ta pilqej. Tash dikush thët, ka dragirashe, ka shka s'ka për njeri qyshish, nëjmë zoti pjasjelke. Po qashtë djetë? Unë jam rru drejt, harit, me dje me këtë familjen, edhe më sjell zoti Shqipnis, dhe Allah i qtash me thirë. E për tham, Allah hile unë jaftëm. Bile numër e mi njoftën shkort, thash Allah hile me dhejt dhe shkabre. Tha i haqji shkon. Fërë tha malish. Thash atin Shqipni. A jini kejtë marshi a qysh? Tha mire ki malish. Bura ta kanë dhe kejtë marshi im. Ja e thash ka dhe bura tje. E na tash kanë hu podat se bura s'ka vish marshi im.